vendosa që të gjiroj se çka po ndodh në shesh. S'kishte gazetar, s'kishte banor, ishte heshtje, kishte vetëm serb, nga frika që mundemi me ra prej asaj edhe mundemi me u pushkatu shkaku i këtyre videove. Në atë moment e thyt banesën e Agjës, jeni të nejt banesë të Agjës, e cila ishte te Zahir Pajaziti, përballë e kishit ajo që sot është Kino Armata, atëherë ka qenë baza e ushtrisë serbe, midis Prishtinës, pra me fjalë tjera i shkut ukut bashëngoj, çka keni pa? Edhe për cilit moment vendoset që kime marrë kamerën edhe me gjiru qëto që po ndodh prej ndërtesës së banesës së Agjës ku ishe. Arsyeja pse zgjedhëm banesën e Agjës ishte se na ishim të vetëdijshëm që ai ka rezerva. E dinim që ka makarona dhe që ka mill. Do të thonë këto dy indikatorë kanë qenë se pak para se me fillu lufta të gjithu pajisëm, po na e humbëm, do të thonë na nuk ishim marrë në shtëpi. E për Agjën e dinim sigurt që janë ato rezerva aty dhe na donim me shku aty që të paktën të kemi për disa muaj ça me hangër. Edhe plus që izoluam edhe është në qendër edhe e gjetëm kamerën, unë e pash që Agja e ka një kamerë që i inqizonte ditëlindje zakonisht, edhe i pam disa kaseta, s'kishe kaseta të asaj kohe të reja, të zbrazta, po unë vendosa me inqizu mbi një kaset që kishte ditëlindje të inqizuara. E marëm në njënën prej dhomave, e preva perden, e haqëm këtë roletën për aq sa mundej, edhe vendosa që të gjiroj se çka po ndodh në shesh. S'kishte gazetar, s'kishte banor, ishte heshtje, kishte vetëm serb, kishte ushtri serbe aty, edhe unë thoja që me gjas, këtu ndodh, me që është qendra, këtu ndodhin diçka që mundet me qenë historike në të ardhmen dhe mundet me qenë dëshmi për atë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë natës së 9-s. Komanda aty, që ishte komanda e ushtrisë serbe, ka ndodhur shumë çka, ka pas bartje të dokumentave, ka pas bartje të ushtrisë, ka pas sjellje të civilëve, edhe shqiptar me gjas, maltretime të njerëzve, edhe ishte një farë lloj drame që ndodhte në pjesën e djathtë të banesës ku ishim. Nuk arrija që të xhiroja gjitha pjesët. Me thënë të drejtën, për shumë pjesë edhe nuk guxonim të xhironim. Kam pas disa xhirime të cilat në një moment kur ka pas një kontroll të ushtrisë serbe nëpër banesa, unë e kam shkatru nga frika që mundemi me ra prej asaj edhe mundemi me u pushkatu shkaku i këtyre videove. Po, gjithsesi kam rujt disa pjesë të cilat edhe mendoj që mirë, do të thonë ke vendos edhe kur ke pa mjete ushtarake me i gjiru, kanë fillu bartja dhe është interesant një moment i djegjes së dokumenteve që fillon me u bo edhe para hyrjes së trupave të NATO-s. Kallëzon për këtë moment, pse po menon që këtu, te Kino Armata e sotme, që ka qenë baza e ushtrisë, fillon mu djeg dokumentet? Sepse ka pas dokumente të rëndësishme mendoj edhe të shërbimeve sekrete serbe, edhe të emrave të shqiptarëve që janë maltretu, që me gjas ndoshta edhe bashkëpunëtor, ka pas dokumente të rëndësishme si të katastrit. Do me thonë, mendoj që aty ka qenë një databazë e rëndësishme edhe kolektimit të dokumenteve të institucioneve të ndryshme gjatë viteve të 90-ta, edhe janë shkatru regjistrat të populatës e kështu, me radhë. Për disa ditë me radhë janë bërë disa djegje se ka pas negociata edhe në Kumanovë për të arritur marrëveshja Kumanovës dhe dihej që mund të arrihet një marrëveshje që mund të dislokoheshin pastaj serbët, ushtria serbe. Kjo është djegja që e ke dokumentu, megjithatë ne s'po dim që është djegje dokumentave. Ku ke konkludu ti që është djegje dokumentave? Sepse i kam pa që kam bart dokumente. Gjatë gjithë kohës kam bart fajla, të cilat i kanë dërgu nga dera e jashtme. Shiko, shpesher ti mundesh me inqizu gjithçka se unë as nuk kam guxoft për shumë pjesë, po gjithsesi jam mundu që atëherë kur s'ka pas shumë njerëz dhe atëherë kur nuk munde me qenë e vrejtshme, kam bo xhirime. Edhe kam konkludu që kanë qenë dokumente. Fajla ka pas, do me thonë, gjatë gjithë kohës bartje.